Dolce përjeton një shpërthim të madh emocional pas një situate që e ka acaruar. Ajo fillon të qaj, lotët I rrjedhin të lirshëm, ndërsa ndjen një kombinim emocionesh që e mbush plotësisht. Me zërin e dridhur dhe fytyrën e mbushur me emocione, ajo shpërthen në lot dhe thot me vendosmëri se nuk mund të qëndrojë më brenda shtëpisë dhe se dëshiron të largohet. Dolce shpreh qartë se nuk I pëlqen situata dhe ndjen një pasiguri të madhe për mënyrën se si po sillet Limi. Surpriza që Limi I bëri Albas e ka lënduar dhe acaruar, duke krijuar një ndjenjë të thellë të xhelozisë dhe zhgënjimit. Ajo ndjen se nuk mund të përballojë më këtë situatë dhe se ndjenjat e saj janë të pavlerësuara brenda shtëpisë. Ndërsa lotët vazhdojnë të rrjedhin, Dolce I tregon të gjithëve se kjo nuk është një vendim I lehtë për të, por një nevojë e brendshme për të mbrojtur ndjenjat dhe stabilitetin e saj emocional. Ajo shpjegon se surpriza e Limit e ka bërë të ndjejë se nuk ka vend për të në marrëdhënien dhe dinamikën brenda shtëpisë, duke e bërë situatën të duket e pashmangshme. Atmosfera brenda dhomës bëhet gjithnjë e më e tensionuar, ndërsa banorët e tjerë ndjekin ngjarjen me vëmendje. Disa janë të shqetësuar, disa janë të hutuar, ndërsa të tjerët përpiqen të kuptojnë se si kjo do të ndikojë në marrëdhëniet e mëtejshme. Çdo fjalë, çdo shikim dhe çdo veprim I Dolces duket se shton dramatizmin dhe e bën momentin të zgjas për disa minuta, duke e bërë të përshtatshëm për një video mbi 5 minuta. Dolce vazhdon të shprehë ndjenjat e saj me sinqeritet të plotë, duke thënë se surpriza për Alben nuk është e drejtë dhe se ajo ndihet e përjashtuar. Lotët dhe zëri I dridhur tregojnë qartë se emocionet e saj janë të forta dhe të vërteta. Ajo përsërit disa herë se nuk mund të qëndrojë më, duke e bërë të qartë se vendimi për të lënë shtëpinë nuk është një shaka, por një nevojë e domosdoshme për të ruajtur stabilitetin e saj emocional. Limi dhe Alba ndihen të tensionuar nga shpërthimi I Dolces, ndërsa përpiqen të kuptojnë reagimin dhe ndjenjat e saj. Ndër veprimet dhe reagimet e tyre shtojnë dramatizmin e momentit, duke bërë që emocionet të zgjasin dhe të zhvillohen për disa minuta rresht. Limi ndjen se surpriza e tij ka shkaktuar emocione të forta dhe nuk ishte e pritshme që Dolce të reagonte kaq keq, ndërsa Alba përjeton gëzim nga surpriza dhe keqardhje për reagimin e Dolces. Gjatë gjithë kësaj kohe, atmosfera është e ngarkuar emocionalisht. Çdo banor ndihet I përfshirë në tensionin dhe dramat e momentit. Lotët, zëri I dridhur dhe emocionet e Dolces bëjnë që rrjedha e bisedës dhe ndërveprimeve të zgjas dhe të mbajë shikuesin të angazhuar për mbi 5 minuta. Në fund, mesazhi I momentit është I qartë: surprizat dhe emocionet brenda Big Brother mund të shkaktojnë tension dhe shpërthime të forta emocionale. Reagimi I Dolces tregon se emocionet nuk mund të kontrollohen gjithmonë dhe se vendimet për të mbrojtur ndjenjat e veta janë të domosdoshme. Ky është një moment dramatik që treg